Është arrestuar njeriu i cili tentoi të grabiste me dhunë në kërcënimin e Thikës, një filial të postës shqiptare dhe një subjekt tregtar mbrëmjen e së premtes. Si rezultati veprimeve të shpejta hetimore dhe ndjekjes pa ndërprerje nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë së Shkodrës, në bashkëpunim me sektorin për krimet e rënda dhe mbështetjen e forcës së posaçme Shqiponja, u arrestua 24 vjeçari banues në fshatin Guciere. Njeriu ishte fshehur në tavanin e banesës së tij me qëllim shmangjen e arrestimit nga policia. Nga hetimet dyshohet se mbrëmjen e së premtes në lagjen Vasil Shanto ai ka tentuar të vjedhë me dhunë në një filial të postës shqiptare, duke kërcënuar me mjet prerës thik. Gjatë largimit ka thyer xhamin e sportelit dhe është larguar me një biçikletë të vjedhur. Po ashtu disa minuta më vonë në lagjen Fahri Ramadani dyshohet se ka tentuar të vjedhë me dhunë një market, sërish në kërcënimin e Thikës. Gjatë ratisjes në lagjen Skënderbeg ka vjedhur një biçikletë tjetër. Gjatë kontrollit të banesës, shërbimet e policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale 2 biçikletat si dhe disa rroba të përdorura gjatë kryerjes së veprave penale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Shkodër për veprat penale, vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit e mbetur në tentativë, vjedhje me dhunë, vjedhje dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta.